është e malit. Hiqe mënç aty. Këtë në këtë shtëpi këtu brenda do jetë edhe pesha ime. Do jetë edhe pesha ime. Mali e ka vlerësu vetëm vjet. E ka stërvlerësu vetëm vjet. Nuk të vlerësu këto më shumë se ty se ka mojë qendrim ndaj meje. Ka mojë qendrim. Nuk mund ta bësh. Ti si tu mojë qendrim, ti tu thon ta përkroj situatën, nisë konsideroni, bisë them. Je tu thon ta përkroj situatën që ndodhi dje, po hey, unë prapë rri me të dhe pa prapë bëj planë me të. Ti ju që nuk mojë qendrim ndaj meje, po ti nuk mojë qendrim ndaj vetes, sa ai të shohë ti në tona mënyra tristi, edhe prapë tu ne me personin e një, për çka për lojë. Domethënë nga jam blem bravo, mos u ankoni kot. O merrni për të sigurt rriu. Mos të dhim se mund. Na ju nuk është për mundim. Ti s'po kallzoj që si të mos i dhim se një shoh familja, Shumë mirë bre këngë. Tash kur ta publikosh suksese, për artin kam gjithmonë. Kur gjithçka lojë njëri, me çfarë persona nuk vot lojë. Kur preket familja nuk ka më lojë aty. Mua ajo kënga nuk më prek për shembull. Nuk është për mua. Ti duhet të prekësh nga të tjera gjëra? Ata ka prek familjen aty. Nuk më prek ajo. Po atë ka prek edhe ty në familje. Varet çfarë prajmi këtu mund ta krijosh për këtë duash ti për mua. Prajmin e para një javë të kishte prek. Kur preket më familje reagoj unë dhe nuk pres të bëhen këngë për të reaguar dhe të vazhdoj të jap mesazhe me këngët tua. Jo, po ta ka prekur familjen dhe ti ke qendruar prapë. Ka krizë këtu që reagon për familjen e vet. Ti merru me peshën që kemi shpëtllot e tua, kaq. Kristi aq bën. Lërit miat. Po thjesht nuk mund të qëndrem Krisi. Kaq. Nuk është në rregull. Kaq. Dhe po vazhdon të bësh po të njëjtën gjë. Ta kam thënë këtë ta sqarova më brenda. Jo, nuk as ndaj meje, as ndaj vetes tonë me atë person. Edhe nuk jeni të mojë ndaj tij. As në pyetje frika që po keni ndaj tij. As në pyetje që po keni interes, nuk e di. Po nuk jeni të mojë qëndrim ndaj tij. Argumentet që ti jep të mbrosh vetëm tënde janë të gjitha. Edhe prapë po pini kafe me to. Janë të gjitha. Merresh. Jeni të mërshëm, mos të nalë. Edhe me qujt bullizim atë gjën që i bëm në ati, është turbimat për karakterin tënë. Fakti që more jastikun. Po, perfekt. Ja ta shohim se ta gjykoj publikut të një gjë këtu. I more gjërat personale, ja ke dëmtuar. Kupton sa ke bër? Kë kam xhaketën. Fare mas që kam po ti e di ç'a vlere emocionale mund të ketë dhe ç'a kujtimi është për atë Krisi vetëm vlere emocionale mos më fal. Po ti atë ditë ti babai mal Lorien interesit ju apo jo? Unë kuptoj po ti në xhaketa aty. Ne ju kthyem brëm aty në dark pikërisht sepse nuk i dhim se aty babai malit sa i dhim çit malit. Ti po bën po ti një gjë tash. Po babai malit. Po Lore mor malin të flet për aty tani pse e përmend? Pse e përmend akoma? Po pse e përmend akoma? Po pse e përmend akoma? Mbrëm pik se do ti përgjigje. Se do ti. Po s'ka këtu se do të dhëm xhaketa. Po jo mos e mbrëm aty të burrit. I jemi kthyer pikërisht për këtë gjë, që ty nuk të dhimbë të taj si e ndisët malit. Tani ky po bën një gjë, e bëra unë këtë për atë. Ty të dhëm xhaketa. Po jo mos je të bëj një gjë që ka bërë ai ti mbrëm në një formë tjetër tash Ronaldo. Pse si përgjigjesh të dhëm xhaketa? Të mbaj qendrim fare. Është të përdor situatën për të dalë vetë mirë, po ndërkohë po bën një gjë që ka bërë ai tani. Të lëm ty të dalësh mirë. Kaç po. Të lëm ty të dalësh mirë. Të lëm ty të dalësh mirë. Të dhim se xhaketa, të thim se xhaketa. Po lëre më babanë se xhaketa. Po lëre më babanë se xhaketa. Po sa përmenda unë apo ta përmendja ai. Të dhim se xhaketa. Po i thash boll pra. Të dhim se xhaketa e Gertit.